Tjari përveç që ju ka lumturuar juve, përse ka sjellë lumturi edhe në familje, të antarë tjerë të familjes, do që si e kam pritur gjithë ardhjen e tij në jetë edhe tash rritjen e tij edhe si po e përjetojnë andin? Tjari në fakt është fëmia i parë edhe te ne, po edhe te prindë Kaltrinës. Kaltrina, po mëdhej... A që ata ko ka qështu kjo, që ata e pas këtë lasdru? Të jenë shumë motra... Po, kësë për e karace e pas këtë lasdru? Po, është i lasdrum. I lasdrum, të mënë populli që shtë? Prej të dyja familjeve, në mas të madhe, edhe për shkak të kryesisht të unë, po mëdhej atë fëmija jonë, edhe për shkak që e ka e bardë gjithë e mërtimin një pjokëshin hote. Pastaj edhe të qytetarët, kodë që takojmë, është që po, lasdrojmë pak ma shumë, po s'pëdi ku ma keni lonë djallin. Djallin ta kemi lonë regji pak me stopin atje, djallin po ju shikon nga regjia. E kemi qunë qerdhe atje. Ja, e kemi qunë qerdhe. Po, mendoj, po nuk ka knasimet madhe, mendoj. Unë besoj që ma kanë thonë plot miq, ma kanë thonë plot familjar, që nuk mund është me ditë ndjenjen e knasis, se që ka të më thonë me kom bab, mund është me paramendu e me mendu e gjitha tjerat, po nuk mund është me ditë sakt që të me thonë derisa të ndohë. Edhe ishë komplet. Ta e kanë thonë gjithë edhe gjithmonë duket pak e pa konceptuesh, me gjithë që kur bosh prit vetë s'mund është asë spjegu se si është realisht ndjenja, po. Nuk mund është komplet e vërtetë, është ndjenjë që nuk paguhet me kërgjë dhe nuk e zënë së me kërgjë. Atë ka ndryshu pak atë njëllë? Atë ka bëma emocionale, atë ka bëma empatik, me në shupe ma shumë? Qysh jo, edhe ajo dhe gruja, dytë, nuk ka bëme shupe. Jo, po. Cili mundoni t'jeni pak më rigoros? Karshi tjarit, ose karshi, nuk e di, gjërave të përdiqëmërive, Kaltrina? Pak ma shumë. Okej. Për shkak se, dhe më thonë që shëta andini, unë e mirë në atë në kohën. Okej, ushtronë më shumë autoritet, rrët, okej. Përveç, dhe më thonë, punës, kur shkojmë punë. Edhe andini besa miret shumë. Mirë po kë pak ka qef me lasdru. Dhe me thonë, ja pletëson dëshirat. Djallit shumë. Regjia po më thotë që djalli është shumë mirë në studio të ndajmë, që nëse doni më ngër dorë vetëm ju dëtë diko, a i mundet me vazhdu me lejmë regji. Në mësë me ndërprega të një bërni shamu, djalli e ka në qef shumë telefonin. Telefonin, okej? është kompletar syshme që zbanë mja dhonë, po unë tinë zaksoja jam. Shpesh, sepse danë, nuk më ja refuzoj. Pas ta jatë bërtet Kaltrina ty, apo i bërtet djallit? Dyve ju bërtet. Jo, në faktu e kom një regull që e kemi të përbasht, me thonë andini diqka, unë i thëmë ka thonë babi, kështu që edhe aty duhemi me konë një zohë. Mos me leviz autoritetin e të dy palve. Po, unë e bona edhe me pa nëse andini a len telefonin, unë e më bona kështë spësha, ose thjesht e lo, se nuk du, dhe më thonë, fëmija duhet me di që dy prendi ka autoritet edhe nuk mundet me gjithë rrugdalje të njoni nëse... Po, që duhet bëhet. Edhe po më pëlqen që keni nda dhe rolet në basë edhe në mënyrën se si rritet, se zakonisht fëmijët janë prirur që kush është më rigoros që i mbështetin tek tjetri edhe për kondrazi, po që... Po. është mënyrë tjetër komplet e rritjes fëmijëve, sa da? Definitivisht, çka konsiderojnë përbashkë që nuk është e mirë, dhe më thonë ushqimin caktume, telefoni, ekspozimin ndaj ekranit, jo veç telefoni, edhe televizori, edhe pse televizorin e kemi minimizu, dhe më thonë kohën e kemi minimizu bajgë shumë, po nuk po mujna mi andalë komplet. Po këto gjana, dhe më thonë, njemi të mendimit përbashkë që nuk janë të mira, edhe dytë ja dojna ma të mira në djallit, kështu që dhe më thonë pajtomin ato. Mirë po, në raste kur dë nja bu këni herë qefin andini, dhe më thonë, ose mi anal pak vajën. E pushimet jashtë vendit, a janë kleta, apo janë 4 urësi në studio, sa? Qysh doven ato? Po di, po ja u lejuve me më përgjit. Kush janë pushimet jashtë vendit? Pushimet jashtë vendit qysh janë, hajtë të regom një saksë. E kemi pasni, në fakt, kur ka qenë, dhe më thonë ma i vogël se një vjetë, ka qenë relativisht letë. Kur s'ka ecë? Përveç pjesës, dhe më thonë, kur ajo vetë kuptushme që ti duesh me, dhe më thonë, të ndryshon jeta. Ti prej kësaj periudhe e tu, ki mu kujdes për qatë person. Kështu që ajo nuk mundesh me krahasu pushimin që e ki si prind me pushimin që e ke bo vetë. Tu e pas parasysh që je prind, atëherë, dhe më thonë, kanë qenë relativisht leta. Se i ke pas ato, dhe më thonë, sendet e regullta, jo mi andru pampirsat, jo me ushqy e tjere, mirë, por nuk është që ka leviz, nuk e duf me nga e tjere.
Tash kjo është pak ma vështirë. Për shembull, kemi pas një pushim në Francë, kur i ka bu djalin një vjet besa, e pak, edhe vetë sopat fillu me jesë që atëherë, edhe të ndoj kemi dalë në rrugë. Të kish ke qef në vendet ku do i ke aj me shku... E pas këtë vizitu Francën mirë. Po. Po këtë kënash. Po të nga mas di. Të nga. Tu e njek, aj tu në gjithë në kullë taj fillet, na tu e njek. Po tash se cilën herë ma shumë, peko, dhe më thonë, është të shprejon që ke gjallënia e tina. Nëse do ju pyetja kështu shumë sinqerisht, cili do të ishit dëshirë të kishte tjari si profesion, çfarë do të donit ju? Nuk e di Kaltrinë çfarë do në... Çfarë do të donit atë të ndjekte një rrugë tjari? Do që tjari e bën mundi të lumtur. Kjo është ma e bukra. Dhe pse po ta them këtë, sepse unë për veti nuk kam arrit me bërë gjë të tillë. Shpejt. Edhe kjo lidhet tash me babin tim, dhe kjo lidhet me jetën time, edhe mos me tepru shumë, po dëshira ime ose qëllimi im fillim ka qenë krejt diçka tjetër për asaj që bëj sot. Edhe sot, edhe tash e sa viti, po mendoj se këto nuk e du t'jari, po mendoj çka do që ky dëshirën më bo, kur i flan, kur e bën mundi mirë, bën mundi rahat. Unë po besoj që dhe Katrina bashkë kemi me mbështet me gjithë forcën që kemi, po mendoj cila do qoftë ajo. Tash kjo lidhet dhe me një çështje tjetër se më kanë pyet shpesh njerëz pse e krijon emrin e babit. Shpesh më kanë pyet. Përveç qindra arsyeve tjera pse s'ja akumulon, është edhe kjo, nuk duhet tjarit mja paracaktu çka do të bëhet tjari. Nuk duhet tjari pse është nipi u shinhotit ose djali im, patjetër me ndjek rrugën e politikës, patjetër me ndjek rrugën që kemi ndjek na. Në rrugë të këqija nuk bë me shku, kjo është komplet. Sa po e shoh, dëshiron, do ke pasur dëshirë që të këputet pak hallka e dhimbjes, që mos të përcjellet atë tjari dhe të krijojë identitetin e vet, a? Thjesht po, thjesht me qenë, le të krijon identitet vetin, po. Ashtu e kuptova. Para dhe thjesht me qenë ai që tjari don. Ku jetojmë, në vendin që jetojmë, në dhimbjet që i kemi, që kanë me na njek, besoj edhe një kohë uroj që jo në moshë të tjarit, uroj që gjenerata të tjarit jo t'i harroj, se nuk bë me harru asnjëherë, po mos të merret me problemet që merremi sot. Por thjesht sinqerisht ndoshta u bë boll me problemet që ne merremi, nuk meritojnë fëmijët tanë me u marrë me ende me luftën në Serbi, nuk meritojnë ende u marrë me Serbi, nuk meritojnë ende u marrë me krimet që ka bërë Serbia. Besoj që do tu i tishin pak ma njerëz normal sa që jam unë dhe të tjerët normal në kuptimin jetën me pas. Me sfidat dhe nevojtjet që janë kaluar, po. Edhe unë pajtona plotësisht, nuk është që ja kisha imponu kurfar profesioni, bilim për me më thonë për mjë të regu, Andini është shumë i talentum në teknologji. Dhe më thonë, kjo që s'ka mujtë me ndjek profesionin e vetë, është të vërtet, është shumë i talentum. A një tjari asaj rrugë ko ka? Po, ka bajgi që ka me zjetë. Edhe që e përmenda në fillim, dhe më thonë që i ndjek trendet edhe gjanat e reja që dalin, inovacionet i pëlqenë shumë. Kështu që definitivisht po që kisha tentu ndoshta me bu, është që me identifiku karakteristikat e tina ku është ma i fort. Edhe me orientu qka kish mujt, do më thonë mi jap ma shumë informata rreth mundësive qka janë. Besoj që edhe në Andini kemi përvoj që mundemi me nda me tjarin edhe të ke fundit. Mendoj që kjo është roli i prindit që me udhëheq fëmin, po jo mi ja imponu. Sa e bashkë këtë intervistë, jeni shumë gati që t'ja ofroni rrugën më të mirë tjarit për të ardhmen e ti. Kështu që investimin e keni shumë të madh psikologjik, fizik, e gjitha që tjarit jetë i përmbushur dhe i ndërtuar, po besoj një pikë në cilën